Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Dizie ndahet nga jeta ish kryeparlamentari shqiptar. Ka humbur jetën e Xhat Daci, politikan dhe ish kryetari i Kuvendit të Kosovës. Lajmin për vdekjen e tij e ka bërë të ditur Dimal Basha, kryetari i Kuvendit në legjislaturën e 9. Me vizion, maturi dhe përkushtim, zoti Daci kontriboi në ndërtimin e institucioneve demokratike, në forcimin e kuvendit si zë i qytetarëve dhe në avancimin e proceseve politike në prag të shtetësisë së Kosovës, ka shkruar Basha në Facebook. Akademik Nexhat Daci kishte qenë deputet i Kuvendit të Kosovës nga viti 2001 deri më vitin 2011. Ndërkaq kishte udhëhequr organin ligjvënës për 2 mandate në periudhën 2000-2004 dhe 2004-2006.